Gjilieta ka emocionuar ndjekësit me një dedikim për partnerin e saj, portierin Alban Hoxha, me rastin e ditëlindjes së tij. Në rrjetet sociale, këngëtarja publikoi një foto por të ngarkuar me ndjenjë, e cila u shoqërua me një tekst të gjatë që tregonte historinë e tyre të dashurisë dhe sfidat që çifti ka përballuar ndër vite. Në dedikimin e saj, Gjilieta e përshkruan lidhjen me Albanin si një marrëdhënie të vërtetë, plot pasion, tensione, pajtime dhe përqafime që i kanë mbajtur bashkë edhe në momentet më të vështira. Ajo shpreh se lidhja e tyre nuk ka qenë asnjëherë e thjeshtë, por gjithmonë e udhëhequr nga dashuria dhe vendosmëria për të mos u dorëzuar. Këngëtarja e quan portierin njeriu që mban gjithçka mbi shpatulla, duke vlerësuar rolin e tij si partner dhe si baba. Në urimin e saj, ajo thekson se Albani është babai që i rrit me dashuri dhe sakrifica dy djemt, që sot janë pasuria më e madhe që kemi, një fjali që ka prekur shumë ndjekës për sinqeritetin që mbart. Gjilieta e falenderon partnerin për karakterin, forcën, burrërinë dhe qëndrueshmërinë që ai ka treguar gjatë gjithë këtyre viteve së bashku. Ajo shkruan se e zgjedh atë çdo ditë dhe lutet që Zoti ta mbajë zemrën e tij të fortë, të pastër dhe të shëndritshme.